ne duhet me përzgjedh shoqërinë më të mirë, sepse me këtë shoqëri kena me dalë para Zotit. Andaj, ai i cili rrin me të mirët, patjetër ka me u ndiku prej të mirëve, ka me u bë i mirë. Ai i cili rrin me të këqit, në ata që rrajnë, në ata që mashtrojnë, në ata që tradhtojnë, në ata që bojnë dollovere, ai pa dashjen e tina ka me u ndiku prej tyne. Ka me u ndiku prej tyne edhe çka mas një kohe ka me u çudit me vetveten, ka me thonë morone para 2-3 vjetë kur s'kom rrajta, s'kom ashtruas, s'kom sha, s'kom vjedh, se kom bo ato apo ato. Po çka? Rrethi ka ndikua, për ata mësë më trego t'i kushi, aso në ty nuk tregoj, te vetëm trego me kon po rrim, me kon po shashnohesh, me kon pe kalon kohën. Çdo ditë apo çdo 2 ditë apo 3 ditë. Pra çka duhet me përzgjedh shoqërinë. Edhe shoqër që se kem obligim me i pas 1000 shok. Ba me i pas një 100. Po bën edhe një 10 me i pas, po bën edhe një 3-4, 5 mos ata me i pas, tamam kështu burra të mirë, burra të vërtet, burra të drejtë, burra të sinqert. Pra, bën me zvogluë rrethin, po në qatë rreth me i pas kualitativ, sikur xhamatin. Ama me rëndësi është me pas në numër xhamatin, a në cilësi. Sigurisht ma mirë është me i pas në cilësi, se s'lunë rënë a i keni 1000, 2000, 5000, po lunë rënë edhe shumë rëndësishme me i pas edhe një numër qofti vogël, po qka? Që ata që i kije xhamat, që ata me i pas ka djathtë, që ata me i pas të vërtet, që ata me i pas të drejtë, të sinqert. Edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam që shtu e ka nisë, se po dikush pe të kurni numrin e besimtarëve, ose numrin e muslimanëve, ose numrin e xhamatit. Normal, është shumë normale një hoxh autoritativ, një hoxh i ka dhënë Zoti dije, me pas rrethin e ngushtë sigurt, nuk po mi pas drasa të kalpta, njerëzit që vjedhin, njerëzit që mashtrojnë, njerëzit që tradhtojnë, njerëzit që përdorin pije alkoolike apo narkotike, njerëzit që shajnë, që folin pa lidhje, që përgojojnë, që bojnë gibet, i largën për i listës, i redukton nejat me ta. E di se edhe neve dhe tjerve që ashtu po na shkruajnë, po na thonë një bëmë një madh, jo, po duhet me këshyr sigurt me konkurrent. Se këtu tash 2000 vet në vallaj, se kemi kohën, s'kena edhe mundësi edhe me dashur. Inshallah këtë janë kualitativ, po është goxha vështirë. Kështu që ma mirë me i pas një 5-6, po me që ata do me thonë nesër mas nesër ti identifikohesh edhe të xhamati, identifikohesh edhe të shteti, identifikohesh edhe të Zoti. Dhe njeriu i mirë, nëse rrin me të mirët, i shtohet mirësia e tij, i shtohet drejtësia e tij, i shtohet sinqeriteti i tij. Njeriu i mirë nëse rrin me të këqit, i shtohet këqia, dal nga dal. Qysh e thash më herët, nuk e dikton veten, po veç kur vjen fundi, sikur e ke pa në shkollë, në fillim ulesh në bong të parë, pse? Nxon si mirë ulet në bong të parë. Edhe çka rrin mirë, tu ja nis tu net me shokësi tërhiqesh bong 2, 3, 4, 5, pse? Se ki me botollovere, ki me gjujt mësuesin, ki me fol fjalë të mira, ki me bëj gare, ki me marr nisha, ki me vjedh. Ki me vjedh mësimin se ja çeta ke, po tash ja ka nis përpara veç shkollë fillore, vetëm shkollë të mesme se fillore s'ka pas, vellshin nxënës, ata është një shkollë fillore, e qet për shembull librin ose një fletë vogël atë në shtëpinë tjetrit, edhe ty s'ta mërmenja që 10 vjeçare ose 12-13 vjeçare bën këto, e bën tash. E çka do të më bë? Me ne që ti më bën të parë, po s'po rri kërkosh, rrivesh me mësuesin. Se keni parë në fillim, këtë nisin mirë shtator, 8 orë, pastaj tu largue, kur vjen qershori ndryshon, kur vjen viti tjetër, po për 9 vjet, kur vjen klasa 9, 80% ose 70% bëhen problema. Në fillim, mashallah, janë krejt. E na do të me ne që ashtu në fillim e mbarim, në këtë botë. S'është problem. E di se këta që rrinë mirë, njerëz të etiketojnë, i thoi njerive tjake, i thoi njeri primitive, njeri prapambetune, nuk o integruhe. Ma mirë vllazën me dek, se sa mu integru në harame. Ma mirë me vdek, se sa mu integru në shoqni keqe. Për ata, shumë njerëz janë djegë si kur qiri. Qiri e bën një mision të mire ka, po nuk oj vetëdijshëm çka po ndodh me të. Pse?
ai bën dritë edhe njerëzit këqij. Edhe në fund çka ata njerëzit shkojnë, ky digjet edhe shkon. Qishtu edhe njeri mirë nga një herë bjen viktim.